Zanafilla, kapitulli 23. Sara jetoi 127 vjet. Këto qenë vitet e jetës së Sarës. Dhe Sara vdiq në Kirjath Arba, që është Hebroni, në vendin e Kananejve, dhe Abrahami hyri aty për të mbajtur zi dhe për ta vajtuar. Dhe pastaj Abrahami u ngrit më këmbë në pranitë së vdekurës dhe u foli bijve të Hethit duke u thënë: Unë jam një i huaj midis jush dhe i ardhur midis jush. Më jepni pronësinë e një varri midis jush, që të mund ta varros të vdekurën time dhe ta heq nga sytë e mi. Dhe bijtë e Hethit ju përgjigjen Abrahamit duke i thënë: Dëgjona o Zoti im, ti je midis nesh një princ i Perëndis. Varrose të vdekurën tënde në më të mirën nga varrezat tona. Asnjëri prej nesh nuk do të refuzoj varrin e tij, me qëllim që ti të varrosësh aty të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami u ngrit, u përul para popullit të vendit, para bijve të Hethit, dhe u foli atyre duke thënë: Në rast se ju pëlqen që unë ta varros të vdekurën time, duke hequr nga sytë e mi, dëgjomeni, ndërhyni për mua tek Efroni, biri i Zoharit, që të më jap shpellën e Makpelahut, që i përket dhe ndodhet në skajin e arës së tij, por që të më jap në pronësi me çmimin e tij të plot, si vend varrimi midis jush. Tani Efroni ndodhej në mes të bijve të Hethit. Dhe Efroni Hiteu ju përgjigj Abrahamit në prani të bijve të Hethit, të gjithë atyre që hynin nëpër portën e qytetit të tij, duke thënë: Jo Zoti im, dëgjom, unë të fal arën dhe shpellën që ndodhet aty, po ta dhuroj në prani të bijve të popullit tim, po ta bëj dhurat, varrose të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami u përkul para popullit të vendit dhe i foli Efronit në prani të popullit të vendit, duke thënë: Dëgjom, të lutem, unë do të jap çmimin e arës, pranoje nga unë, kështu që mund të varros aty të vdekurën time. Efroni ju përgjigj Abrahamit duke i thënë: Zoti im, dëgjom, toka vlen 400 monedha argjendi. Ç'është kjo midis meje dhe teje? Varrose pra të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami zbatoi fjalën e Efronit, dhe Abrahami i peshoi Efronit çmimin që i kishte thënë në prani të bijve të Hethit, 400 monedha argjendi, monedha që tregtarët përdornin midis tyre zakonisht. Kështu ara e Efronit që ngjendej në Makpelah përballë Mamres, ara me shpellën që ishte aty dhe tërë drurët që ishin në arë dhe në të gjithë kufijt për qark, kaluan në pronësi të Abrahamit, në prani të bijve të Hethit dhe të gjithë atyre që hynin nga porta e qytetit të Efronit. Pas kësaj, Abrahami varrosi Sarën, gruan e tij, në shpellën e arës së Makpelahut përballë Mamres, që është Hebroni, në vendin e Kananejve. Kështu ara dhe shpella që gjendet aty u kaluan nga bijtë e Hethit në pronë të Abrahamit, si vend varrimi.